Vetëm pasi problemi u bë mediatik, kompania që ka me koncesion ndërtimin e rrugës së Arbrit ka ndërhyrë për të riparuar çarjen që kishte posuar traseja në afërsi të tunelit të Murrizit. Siç duket nga pamjet, kompania Gjoka Konstruksion ka bërë hapjen e gjithë pjesës e cila kishte posuar ulje, duke rindërtuar atë nga fillimi bashkë me nënshtresat. Deformimi i rrugës së Arbrit në segmentin e Xhibrit ka qenë problematik që prej ndërtimit të trasesë. Vazhdimisht ekspertët e kanë cilësuar si të pasigurt rrugën në këtë zonë për shkak të problemeve të tilla që ka shfaqur që nga fshati Shkallë e deri në hyrjen e tunelit numër 1 që është tuneli Murrizit. Sipas ekspertëve, në këtë segment duhet patjetër të vendosen pilot në mënyrë që të rritet qëndrueshmëria e karrexhatës, ndryshe problemet do të jenë të vazhdueshme pasi e gjithë rruga pëson ulje. Edhe në vendin që po riparohet çarja e rrugës, sipas ekspertëve, duhet të gjendet një zgjidhje definitive, pasi edhe më parë është bërë e njëjta ndërhyrje, por problemi është rikthyer.